Egli ka dashuruar vërtet Gjestin, ka ndjer vërtet për të, dhe duke u vetë mohuar, jep të emocione, jep të ndjesi, shpremton të fjalë bukura. Dita e djeshme në Big Brother VIP Albania Fan Club u karakterizuar nga një debat i tensionuar mes aktorit Visian Ukcenaj dhe gazetarit Ronaldo Sharka, me temë lojën e Eglit Takos dhe marrëdhënien e saj me Gjestin dhe ish partnerin Olsi Bylyku. Visiani, i ftuar në studio, foli e hapur për rrugtimin e Eglit, raportin me ishin dhe ndikimin që ka pasur në lojën e Gjestit. Ai u shpreh: "Unë e njoh personalisht prej vitesh Eglin për raportin që ka pasur me shokun tim Olsin. Egli është një vajzë fantastike. Ajo e ka treguar para se të vinte Gjesti në Big Brother se është një vajzë artikuluar, di të debatoj, nuk ka ofenduar kurrë dhe i ka treguar limitet e saj. Normalisht ka qenë Gjesti ai që e ka afruar. Rrugtimi i saj ka qenë shumë i sinqert dhe i vërtet. Egli ka dashuruar vërtet Gjestin, ka ndjer realisht për të dhe është vetë sakrifikuar vetëm që t'i jepte emocione në darkë, i premtonte fjalë të bukura. Ajo i besoi verbërisht, por në fakt ai e ulte her pas here dhe e përdorte si një vegël për lojën e tij. Unë mendoj se Egli ka ngritur shumë pikë Gjestit. Ju e pat vetë që pas daljes së Eglit, Gjesti ishte një hije në shtëpi. Sa i përket raportit që Egli ka pasur me Olsin, Visiani tha: "Kemi vite që njihemi. Në marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin kanë qenë shumë mirë." Mëtej ai theksoi se Egli ka vuajtur nga depresioni dhe ataku i panikut, gjë që e ka ndikuar shumë atë dhe mënyrën se si e ka përjetuar lojën në Big Brother. Ai shtoi se loja dhe situatat në shtëpi e bën atë më posesive pa e kuptuar, duke rënë prej ndjenjave dhe e lojës së Gjestit. Në këtë moment ndërhyri opinionisti Ronaldo Sharka duke thënë: "Nëse Egli nuk do të ishte posesive dhe do të ishte dashura perfekte, sot do të ishte me Olsin dhe jo në Big Brother si vajza që dashurohet me djemt." Kjo deklaratë ndezi debatin me Visianin, i cili reagoi me një herë: "Nuk jam dakord, nuk mund të flasim për njerëz që nuk janë prezent. Gjërat personale mes Olsit dhe Eglit i dim vetëm ata. Ronaldo, mos u mundo të më manipulosh mua se nuk e arrin dot." Ronaldo vijoi me një tjetër koment thumbues: "Ju që mendoni se Gjesti pa Egli nuk ka lojë. Kujtoj që ai erdhi nga Big Brother brenda 24 orëve dhe hyri në një tjetër Big Brother." Gjithashtu ai bëri një deklaratë shumë të fortë: "Egli njihet si vajza që i shkonte xumi nga mbrapa dhe kjo nuk shiste shumë. Egli nga kjo gjë nuk fitoi asgjë. Ajo hyri në showbiz fal raportit me Gjestin."